Ato që arrin një shkencë e mirëfillt, një shkencë e bazuar në fakte, në argumente, në dituri, asnjëherë nuk mund të kundërshtohet me atë që e thot Zoti në Kur'an ose pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për arsye se janë ditë të vërteta që e kanë një burim. Kush i krijoi ligjet e fizikës në natyrë? Është krijuesi. Nuk ka mundësi fjala e krijuesit është absurde, domethënë është utopi që ndonjëherë të kundërshtohet, domethënë mësimet e fesë me të arriturat shkencore. Për çat edhe muslimanët unë mendoj për dallim prej krishterizmit. Nëse e marrim krishterizmin, për shembull krishterizmi çfarë qëndrimi ka pas në mesjet ndaj shkencëtarëve të ndryshme. Për shembull kemi Galileun, Kolombon, do të thonë kanë pas qëndrim refuzues për arsye se ata kanë menduar se çka do që e thot një shkencëtar, edhe pse është thënia e tij e ndërtuar mbi fakte, nëse vjen në kundërshtim me qëndrimin e kishës, atëherë kjo është trajtuar si herezi. Te muslimanët jo, muslimanët ndonjëherë ndoshta janë lodh për të gjetë një përgjigje unifikuese mes një zbulimi shkencor dhe një të vërtetës kuranore.